Përshëndetje gjithashtu. Dua ta nisim fillimisht me këto dy momentet kryesore dhe pastaj të ndalemi tek një ngjarje për cilën kemi diskutuar edhe mbrëm së bashku se i përket edhe spionëve të cilat janë gjetur në institucionet e Kosovës. Fillimisht ta nisim pak edhe me pamjet të cilat ndoqëm dhe po ashtu dhe me marrëveshjen, deklaratat të cilat kanë pasuar fillimisht nga Serbia dhe më pas nga Kosova se i përket edhe memorandumit të bashkëpunimit. Pamja ku shihet ish presidenti Thaçi, drejtuesi i luftës UÇK-s ose drejtori politik i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, nënshkruesi dhe njeriu që shpalli pavarësinë e Kosovës, të shihet në një video të tillë është një emocion jashtëzakonisht i keq, si themi, dhe lëndues për ne në Kosovë dhe besoj për të gjithë shqiptarët gjithandej. Veprimin e tillë nuk di se si ta arsyetoj nga gjykata speciale në Hag ku mbahet presidenti Thaçi me akuza të falsifikuara nga raporte dhe shërbime sekrete të Rusisë dhe të Serbisë veçanërisht. Akta akuzat të cilat tashmë siç i dim të gjithë edhe kanë rënë, domethënë nuk qëndrojnë fare. Korab, do më lejosh të lexoj mesazhin që është shkruar në lulet në cilat Hashim Thaçi ja ka dërguar edhe në varrin e babait të tij, me që tashmë kemi mundësi që edhe ta shohim mesazhin e shkruar, ndërkohë regjia na ndihmon edhe me pamjen nga momenti. Në to janë shkruar: "Te varri yt erdha i fundit bab, para meje erdhan mira qytetarë, së shpejti dorë më dorë do t'i falenderoj të gjithë, të qoftë i lehtë dheu i Kosovës." Në fakt, ky është një dedikim, si themi, ku ai e përshkruan të gjithë këtë realitetin dhe pritshmërinë e tij, domethënë që procesi do të mbyllet dhe do të dalë ballhapur, domethënë do të kthehet në Kosovë. Unë para disa ditësh e kam bërë një shkrim shumë të shkurtë dhe konsideroj që gjykata speciale me presidentin Thaçi, me fatin e tij, domethënë tenton të na dërgojë një sinjal që e merr nga politika evropiane që kështu do të jetë edhe fati i popullit shqiptar. Neve në realitet nuk po na pranohet dhe nuk po na njihet lufta e drejtë çlirimtare për çlirimin e Kosovës dhe vjen në logjikën e një politike të vjetër që e sponsorizon Evropa, e cila po kështu ka bërë edhe me rastin e Bosnjës. Më vjen shumë keq domethënë për situacionin në të cilin është presidenti i Kosovës për momentin, por më duhet të theksoj edhe si themi, një fakt në të cilin mbështetet logjika e gjykatës që nuk e lejoi presidentin të vinte në varrimin e babait të tij, dhe ai është që të mos ndikohet, domethënë të mos krijohen kushte për të dhënë ndonjë instruksion sa i përket dëshmitarëve, të cilët prokuroria dhe gjykata i mban. Domethënë në një varrim të tillë ata friksoheshin ose friksohen që mund të rrjedhë ndonjë informacion të ndonjë qytetar që mund t'i afrohet ose të ndonjë i besuar, dhe kjo është narrativa që ata kanë gjykuar. Por, siç e thash edhe një herë, është një pamje jashtëzakonisht prekse për çdo shqiptar, e veçanërisht për ata të cilët e kanë përjetuar robrinë edhe fazën deri te liria dhe te pavarësia e Kosovës. E vërtet, Korab bërë edhe një lloj përmbledhje, cilën edhe mu desh edhe unë ta bëja, një rast sigurisht emocionues për gjithë ata të cilët e dinë edhe se sa e vështirë ka qenë edhe fakti që ai u desh të mos vinte, të mos ishte i pranishëm në ceremoninë e varrimit pavarësisht kërkesës së tij. E pam Hashim Thaçin, i cili pati mundësi të vinte ditë më përpara ku Jati ishte në gjendje të rëndë shëndetësore në spital, ishte data 13 mars ku ai erdhi, por 5 ditë më vonë, 5 ditë nga ndarja e babait e tij nga jeta, u desh që të ishin këto pamje të cilat ne i transmetuam edhe live në Euronews Albania. Ndërkaq, dua të ndalemi pak edhe tek reagimet apo kundër përgjigjet e ardhura Serbi-Kosovë edhe nga memorandumi trepalësh Shqipëri-Kosovë-Kroaci. Kroacia është parë në këtë trekëndër si një lloj mbrojtëse e Kosovës, në një situatë po them dhe gjeopolitike disi të vështirë.
Më lejoni ta vë në kujtesë që më së miri në mënyrë shkëndësore idenë e aleancës me Kroacinë e ka dhënë ambasadori i shuar shqiptar Shaban Murati me votimet dhe analizat e tij. Dhe ai ka insistuar me kohë që të bëj kjo aleancë, në të cilën ai e ka zgjeruar edhe me një libër tjetër, domethënë e ka pasuar edhe me një libër tjetër me zgjerimin ose me nënshkrimin e një aleancë strategjike me Turqinë. Të gjitha këto, zoti Murati, të cilin fatkeqësisht e kemi humbur para disa kohësh, i ka argumentuar i pari dhe në mënyrën më të mirë. Si duket, politika në Kosovë dhe në Shqipëri është ndikuar nga kjo analizë brillante, por edhe nga faktorët e tjerë, domethënë të cilët vetëm se kanë ndihmuar që të shkohet në këtë logjikë. Më lejoni të flas pak për këtë marrëveshje. Marrëveshja ende nuk është një pakt ushtarak me Kroacinë dhe Shqipërinë, por është hapi i parë për të avancuar drejt një pakti ushtarak. Kjo është një deklaratë fillestare ku shtetet dakordohen, domethënë, që të lëvizin në drejtim të një pakti të mbrojtjes së përbashkët. E gjitha zhvillohet në brenda doktrinës së NATO-s, sepse edhe Shqipëria edhe Kroacia janë të dyja antare me të drejtat e plota në organizatën e Atlantikut të Veriut. Kjo ka edhe disa interesa të përbashkëta, por është bërë edhe në shembujt të cilët edhe ekzistojnë brenda NATO-s. Kujtoj që Franca ka një aleancë strategjike me Greqinë në një rast të zhvilluar kundër Turqisë, edhe të trija janë antarë të NATO-s. Po ashtu SBA-ja ka një aleancë me Australinë, domethënë që edhe SBA-ja është antare e NATO-s. Kemi një rast tjetër, për shembull Polonia me Lituaninë, madje kanë edhe një brigadë të reagimit të përbashkët, edhe të gjitha këto domethënë zhvillohen brenda doktrinës së NATO-s. Interesi i Kroacisë është që të zgjerohet qielli i saj për flotën e saj, qielli ku mund të fluturojë flota e saj ajrore. Fatkeqësisht Shqipëria dhe Kosova ende nuk kanë avion, domethënë ushtarak, dhe për këtë arsye vetëm Kroacia nga këto të trijat, në këtë marrëveshje vetëm Kroacia ka flotë ushtarake, flotë ajrore ushtarake, dhe asaj intereson, domethënë, që të zgjerojë linjat, domethënë, ku mund të fluturojë. Pra është një lloj interesi i përbashkët. Po. Po do t'i përmend. Po vetëm që të kemi mundësi që të flasim për pjesën e fundit të spionëve serb, ndaj nuk deshet të ndaleshim edhe në aspekte historike shumë të zgjeruara. Nuk është historike, po është shumë. Dakor, e kuptova logjikën tënde për të bërë krahasim edhe për shpjeguar që është një veprimtari e ndodhur dhe më përpara brenda NATO-s. Po. Interesi i dytë i Kroacisë në këtë është që ta faktorizojë shtetin e tyre ndërkombëtarisht, domethënë në rajon. Sa i përket interesit të Shqipërisë, interesi strategjik i Shqipërisë është mbrojtja e Kosovës. Shqipëria me këtë aleancë me Kroacinë synon ta ndihmojë sigurinë e Kosovës dhe jo aq shumë sigurinë e saj, sepse analiza e sigurisë për Shqipërinë është tjetër. Ndërkaq Kosova përfiton në aspektet e informacioneve për të përballuar më mirë luftën hibride, në aspektin e trajnimeve të përbashkëta më të theksuara se sa këto që i ka pasur deri tani, dhe përfiton, domethënë, si themi, krijohet ajo që quhet linja detare mbrojtëse. Kroacia ka një vijë bregdetare mjaft të gjatë, domethënë, dhe është krah i mbrojtjes ku sigurohet edhe Kosova prej lëvizjeve nga të mundshme nga deti, që mund të vinë nga lart të tjerë të Serbisë. Sa i përket nënshkrimit të paktit, janë edhe disa hapa të tjerë të cilët duhet të ndërmerren. Ministri Maqedonci e ka potencuar që është e hapur matrica e bashkëpunimit edhe me Bullgarinë. Ne jemi shumë të interesuar që të jetë edhe Bullgaria pjesë e këtij koalicioni ose kësaj marrëveshje ushtarake, sepse me këtë do të balancohej
asimetria e forcave në Ballkan dhe shteti destruktiv në politikën e dëshmuar destruktive siç është Serbia do të disciplinohej në një mënyrë më të mirë ose më të si themi më reale. Tani besoj që pjesa e çështjes së bashkëpunimit mendoj që ishte dhe qartë e zauruar. Doja shumë Korab të pyesja pak edhe për një lloj dosje e cila me sa duket është bërë edhe publike, disi është bërë publike sa i përket edhe serbëve të cilët janë gjetur ose të paktën janë identifikuar si spion brenda institucioneve të Kosovës. Të paktën 2 të tillë nga Ferizaj diskutohet që janë zbuluar se kishin punuar brenda Kosovës për të mbledhur informacion për Agjencinë e Inteligjencës së Serbisë, BIA, dhe në seancën e shurtimit fillestar të SHN-s, të akuzuarit që janë arrestuar me datë 5 qershor 2024 janë deklaruar të pafajshëm për vepër penale spionazh. Të paktën ky është informacioni që ka ardhur deri më tani. Si është e vërteta? E vërteta është që institucionet e sigurisë të Kosovës kanë rezultate konkrete në luftën me spionazhin serb, i cili është tepër aktiv, sidomos kohët e fundit, domethënë, i cili ka zgjuar dhe tenton të zgjojë çdo strukturë të saj të fjetur ose aktive të cilën e ka ose mund ta ketë në Kosovë. Rasti i këtyre të dyve është një rast konkret në të cilin Agjencia Kosovare për Inteligjencë ka lejuar të bëhet publik për të, si themi, për të njoftuar edhe opinionin, domethënë duke mos shkaktuar ndonjë zbulim, si themi, ose duke mos bërë ndonjë strategji e cila mund të dëmtojë hetimet për personat të tjerë. Nuk janë vetëm këta 2 zotrinj të cilët nga Ferizaj janë arrestuar, është arrestuar edhe një serbe, ju kam dërguar një fotografi, do doja të publikoj nëse ka mundësi, është shumë e rëndësishme, është një serbe e cila ka punuar në një organizatë ndërkombëtare, në organizatën e OSBE-s, duke qenë pjesëtare e OSBE-s, se ajo ka punuar në dobi të shërbimit sekret serb dhe ka qenë, domethënë, e lidhur me agent tjetër të BIA serbe në Mitrovic edhe pastaj domethënë në Novi Pazar. Këto rezultate janë konkrete dhe duhet Korab, kjo është fotografia që ti na ke sjellë. Të lutem na shpjego pak dhe nga i ke marrë këto informacione për cilat je duke i bërë dhe tek ne publike. Informacioni ka dalë, domethënë është publik tashmë, nuk vjen nga organet tona të sigurisë, të cilat e kanë nxjerrur domethënë edhe këtë fotografi ku shihet Jelena Gjukanović, domethënë si pjesëtare e OSBE-s brenda organizatave brenda UN-it, domethënë që vepron në Kosovë. Kjo është një matricë e njohur e shërbimeve, domethënë që përdorin organizata ose si themi veprimtari ligjore si mbulesë për veprimtarinë e tyre të cilën e bëjnë domethënë të fshihur. Të trija këto raste tregojnë se do të kemi edhe arrestime të tjera brenda periudhave jo shumë të gjata, sepse nga e njohura tashmë hetuesit shkojnë në drejtim të panjohurës dhe ka jashtëzakonisht shumë materiale të vlefshme të mbledhura për agjenturën e Serbisë që vepron në Kosovë dhe pritet së shpejti që të dalin. E kuptoj. Dhe një pyetje shkurtimisht kam mbi këtë. Thej që priten akt akuza të reja, arrestime të tjera, nga ana tjetër duhet të pyes a është zbuluar ose a është bërë publik ndonjë lloj informacioni se çfarë konkretisht punë bënin, pra, unë e kuptoj pjesën e spionazhit, por në çfarë informacione, në çfarë të dhënash kishin akses dhe për çfarë mund të jenë përdorur këto informacione të cilat kanë ardhur nga institucionet kryesore të Kosovës. Dhe a kishte në mesin e tyre ndonjë politikan të rëndësishëm, duke qenë se sapo kemi kaluar zgjedhjet në Kosovë, që mund të ketë qenë, po themi, objektivi tyre në përgjime? Sa i përket dy të akuzuarve të bërë tashmë publik, detyra kryesore e tyre ka qenë marrja e informacionit i cili e inkriminon Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës dhe drejtuesit të saj. Me këta në dhënien e kësaj ndihme dhe këtij informacioni të cilët këta njerëz kanë arritur ta kenë,
e kanë kryer veprën e spionazhit të kodifikuar në kodin penal të Kosovës, i dënueshëm deri në 12 vite burgim. Ndërsa sa i përket zonjës spiones tjetër Jelena Gjukanović, ende nuk është ngritur akt akuza konkrete, por së shpejti pritet domethënë që edhe kjo të paraqitet përpara gjykatës me akt akuzë dhe me fakte konkrete për të. Faktet siç na informojnë, domethënë edhe ka informacion edhe në media tjera, fakte ka jashtëzakonisht shumë, sepse janë përcjellur për një kohë të gjatë. Këta persona dhe kjo veprimtari e tyre janë sekuestruar telefonat e tyre, janë sekuestruar të gjitha linjat e tyre të komunikimit që i kanë pasur me armikun, janë përcjellur vizitat e tyre të cilat i kanë bërë në Serbi, domethënë, edhe ka mjaftueshëm argumente që ata të përgjigjen penalisht përpara gjykatave në Kosovë. Duhet ta përmendim se gjithmonë ka një sinkron mes një matrice që e zhvillon shërbimi serb në Kosovë. Kjo matricë është domethënë që njerëzit e saj që punojnë për të gjithmonë tentojnë të kyçen në ndonjë punë legjitime, të lejuar, domethënë me ligjet e Kosovës ose në organizata të cilat janë juridikisht në rregull me ligjet e Kosovës. Por prej aty pastaj ata të ndihmojnë domethënë të nxjerrin informacion. Dhe siç e shohim edhe te fotografia ku është zonja Jelena Gjukanović, në pikën e 6 domethënë ata ndërtojnë ose ndikojnë edhe në media. Edhe në rastin e 2 spionëve nga Serbia, nga Ferizaj, fatkeqësisht, edhe pse nuk dua unë personalisht ta lidh domethënë këtë sepse nuk kam të drejtë ende pa dalur fakte, por më duhet ta potencoj se edhe djali i zotit Shabani, Zekriaj, ka qenë një gazetar i mjaft i njohur në Kosovë dhe një kohë e ka drejtuar madje edhe asociacionin e gazetarëve të Kosovës. E kuptoj. Kjo është matrica të cilat zhvillohen domethënë në terren. Mbetet për të parë Korap sepse ti the që do ketë edhe përgjime. E kuptova, pra po thua këta të tretë të pak të cilët janë bërë publik, 2 prej tyre janë të arrestuar dhe po flasin edhe për zonjën Elena, të cilën në fakt Korabi na e bëri dhe publik duke na sqaruar dhe faktin që ajo është arrestuar. Do ketë të tjerë janë në hetim, priten arrestime të tjera, lidhjet e tyre janë krijuar në mënyrë të tillë që të kenë akses në informacion, por dhe në opinionin publik dhe në çështjen e medias. Korab, mbetet për të parë dhe në vazhdim se si do të jetë çështja. Je gjithmonë i rripritur në Euronews Albania për diskutuar ndoshta dhe përgjithësimet të cilat do vinë nga kjo situatë. Të falenderoj. Faleminderit poshtë. Mirë, duke falendruar dhe Korab Blakajn të cilin e kishim në lidhje Skype, do shkojmë shkurtimisht vetëm në pak sekonda publicitet dhe më pas do flasim për protestat të cilat po ndodhin në Turqi. Kemi parë një Ballkan i cili ka patur shumë trazira, duke nisur nga protestat që ka nisur prej nëntorit të 2024-s në Serbi. Fatkeqësisht këtë të diel në Maqedoninë të Veriut 59 persona kanë humbur jetën për shkak të një zjarri dhe kjo ka shkaktuar protesta të tjera në Maqedoni të Veriut. Nga ana tjetër jemi në realitetin e Turqisë, ku për shkak të arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Stambollit ka shumë protesta të cilat janë shoqëruar me dhundë dhe me arrestime. Vetëm pas pak gjitha këto do të diskutojmë këtu në Euronews Albania.